Nuk ka sfid më të rëndë se kjo. Nuk ka sfid më poshtruese për shqiptarët se kjo. A e dini çka ndodh? Një bloger afrikan, Samson Oxhiajo, që u bëj famë shumë në botë, ndigjojnë edhe ju o policë, ndigjojeni, për të marrë vesh se cili është njeriu që i mbroni zyren, që u bëj ata i respektojnë, e din ata, që u bëj famë shumë në botë, në mbar botën, sepse shkrojtë dy rjeshta, filan politikan thot se korupcioni është i damshëm vetëm kur nuk jam unë. Brenda, me këtë frazë, Samson pushtoi hapësirën komunikative të botës. Po çfarë shkruan? Oxhiajo, para 2 ditësh në blogun e tij, a i shpall super yll të korupcionit Edi Ramën. Edi Rama thot. Edi Rama informoraj në blogun e tij të famshëm, ka deklaruar se lufta kundër korupcionit sjell më shumë probleme se sa vetë korupcioni. Dhe thot, Edi Rama, pra ndigjojni, Edi Rama është brendi ndërkombëtar i korupcionit. Miqtë tanë, që u kthyer në vendet e tyre, që ishin këto ditë, çfarë mesazhi sjellin? Sigurisht të veçanta. U shokuam nga ato që pam në Shqipëri. U shokuam nga ato që ndigjuam në Shqipëri. Dhe tani, në zyrat e larta qeveritarë të qeverive të tyre na thonë, keni të drejtë. Keni shumë të drejtë. E kuptojmë që kemi qenë të pa informuar për narkoshtetin shqiptar, për narkoshtetin e Edi Ramës, për vjedhjet e Edi Ramës. Ja u thash këto sepse ju duhet të dini dhe shqiptarët duhet të dinë realitetin. Po e thash të edhe për një arsye tjetër. Se në kuptimin më absolut të fjalës, shpresa e vetme jemi ne. Një mirënjohje të pakufishme. Një mirënjohje të pakufishme ndaj të gjithë atyre qeveritarëve, deputetëve, zyrtarëve të vendeve tjera që erdhën këtu me mesazhin e prerë të dënimit të korupcionit, të funksionimit të ligjit dhe të kushtetutës. Por Edi Rama vazhdon. Edi Rama do të ndaj në qytetar mbi ligjin, veten, lubin, lindat e tij. Dhe qytetar në ligjin ju të tjerët, ne të tjerët. As kushtetuta më staliniste e planetit e vitit 1974 e Shqipërisë nuk kishte një ndarje të tillë. Ndaj dhe është kohë kritike. Dhe jemi vetëm ne shqiptarët që mund të japim përgjigjen që meriton